Ky është Zeqir Meholli, i cili çdo ditë i duhet të udhtojë në fshatrat e tjera për të marrë ujë për pije dhe higjenë, nga se në fshatin e tij mungon uji si nga ujësjellsi edhe nga puset. Po shkon me marrë ujë? Po, ujë nuk kemi. Ka që gjitha vite na ujë s'kemi. Qërtum duhet me të bëjt për ditë. Ose shkojnë trepës, ose në bajgorë, ose në bare, ku të mëj. Se nuk kemi ujë. Duhet me pi, me pastru, ku me marrë ujë. Këtu në përna preptojnë, s'ka, kur gjë për neve këtu. Një ndërfshatat që metë në basë, prapa metni. Të më thonë, jem shumë kesë për ujë. Ka pas shumë shpia, jenë haku ujë, kush ka pas mundësi në dalë poshtë, na me që s'kem mundësi me dalë kërkon. Shumë shtirë, sot është shtatë. Po të tërdet mbyllëmi, s'kem ku me dalë. Kur ka reshe bërë është, s'kem ka me shku kërka, se s'u dalë. Dohet bërë me mujnë me shkri qa me bo. Për pijet duhet me shku kushe diku me të rritës, ose me morë ka i lëshishe për veti. S'kem, me pas ujë në... Gjitha eshin bo, po s'kem ujë, është jeta e doptë për neve. Shumë është e doptë jeta për neve. Të me thona jem një ndërshatat matë që s'kon, edhe shumë shala është mas shumë të për ujë. Ose le ta bjen që komuna ose qeveria mund të bëjë zgjedhjen, ose le të shkojmë kretë edhe të tash na mbet. Shkojmë në komunë dhe të ta zgjedhin çështën tonë. Kryetari i fshatit, Faik Meholli, tha se kanë bërë kërkesa të pareshtura në komunën e Mitrovicës me vite të tëra, por nuk u ndërmor asgjë në këtë drejtim. Për pasojë nga 120 familje sa kishin qenë dikur, tani kanë mbet vetëm rreth 40. Fshati Melenicë ka këtë problem të kahmoqshëm. Qysh prej viteve të 80-ta, ne jetojmë e kemi minierën e Trepça afër 1 kilometër dhe dihet që miniera Trepça gërmimin e ka bë në këto rejone se është e pastruar me minerale, kështu që nga vitet e 80-ta na ka humbur ujë dhe prej atëherë këndej nuk kem ujë të pishëm për fshatarët, as në përbunare. Ujësjellës nuk kem, s'kem pas asnjëherë, kem bë kërkesa qysh para luftës, atëherë për shkak të situatës e cila ka dominu në atë kohë, atëherë kanë qenë mjetet e ndara, kanë qenë projekti, gjitha kem bë kërkesa, na kanë thonë që kem mungesë mjeteve, nuk mundum me realizu këtë projekt. Unë jam përfaqësues i fshatit edhe kam parashtruar kërkesa pranë Kuvendit Komunal. Që tash në projekt buxhetin e vitit 2016, kryetari na ka ftuar të gjithë përfaqësuesët e fshatrave dhe të lagjeve që të konsultohemi për ndarjen e buxhetit për vitin 2016. Unë e kam bërë kërkesën si kërkesë prioritere për ujë, për rregullimin e ujësjellësit, të shohim ende nuk është ndarë buxheti. Si shpeshim ne edhe vetë gjithë fshatarët zakonisht marrin ujë në Stari Tërg edhe aty kur s'ka, shkojnë për fshatra tjera. Fshati Melenicë, me thonë realisht, përpara në këtë fshat kanë banuar 120 familje, me 786 banorë. Sot banojnë 40 familje. 20 familje janë gjitha shtëpiat e zhbrasta, ata që kanë pas mundësi me shku diku në gjeti, kanë shku për shkak të ujit. Në këtë fshat mungojnë edhe rrugët e asfaltuara në përlagje, si dhe sistemi i doptë i furnizimit me energji elektrike për shkak të shtyllave teje të vjetruara. Veç rruga kryesore 5 tërkut minierës, dhe këtina lidhën të frati Vllahiji, 9 kilometra diçka që aty, gati 10, tjerat rrugë kretë janë pakalueshme, veç me ndaj traktor, diçka me kerr me kval, me çfarë tërtoqa që janë ta se janë pakalueshme. Jo premtojnë, komuna e bëhet, na thonë këto më në fund kurrë. Tan e kanë problemin e së rrugës. Rrugës, ujtë edhe rryma, sidomos edhe ajo tipe në Korçash e rregulluar. Shtyllat janë para 20-30 vjetë që janë rregulluar. Gjithkohë kanë nxit shtyllat betonit këtu, s'kanë nxit, çao po nuk po di. Banorët e fshatit Melenicë të Shalës së Bajgorës apeluan te përgjegjësit komunal që të reagojnë sa më parë në rregullimin e këtyre problemeve të tyre, në mënyrë që ky fshat të mos boshatiset i tëri. Pikërisht rreth këtyre problemeve bashkëbisedojmë tani me drejtorin e shërbimeve publike dhe infrastrukturës së komunës së Mitrovicës, Besnik Bekën, të cilin e kemi pra këtu në studion tonë. Drejtor, mirëmëngjesi dhe mirë se vjen në emision. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Pra dhe ju jeni të informuar, e dini problemin që e kanë banorët e Shalës së Bajgorës, konkretisht sot po flasim për banorët e Melenicës. Shqetësimi kryesor i tyre është mungesa e ujit të pishëm. Po. Fillimisht faleminderit për ftesën. Banorët e fshatit Melenicë atje kanë problem rreth
shtrirjes e rrjetit të ujësillësit. Praktikisht të lashja rreth shtrirjes e rrjetit të ujësillësit është te sigurimi i burimit se ku do të furnizohen me ujë. Ashtu se si u cek edhe më herët, të lashja e madhe është çështja e sigurimit një burimi ku ata furnizohen me ujë në mënyrë që ky burim të ketë një qëndrueshmëri afatgjatë. Për arsye se shpurjet e Trepçës kanë bërë që të ik uji domthonë prej pjesëve të ndryshme. Komuna e Mitrovicës ka një projekt për ndërtimin e sigurimin e këtij burimi, ndërtimin e rrjetit të ujësillësit, si dhe sigurimin e një rezervuari ku do të furnizohen me ujë. Vlera e këtij projektit ka një kosto dikon rreth 70.000 euro. Komuna praktikisht ka një buxhet limituar në investime kapitale, ku për 2 vite radhazi sa është domethënë mandati i kryetarit të ri, Komuna e Mitrovicës ka një buxhet rreth 2.500.000 euro në investime kapitale, ku praktikisht komuna ka investuar në pjesën e shalës në vlerë dikon rreth 600.000 euro në shtrimin e rrugëve, si dhe në sigurimin e ujësillësve, siç është rasti i Vllahis. Që nëse kthena në përqindje pjesëmarrja e buxhetit që është shpenzuar në pjesën e shalës është dikon rreth 25 deri në 30%, ndërsa atje domethënë janë të banojnë dikon 19% të popullsisë. Zgjidhja e kësaj çështje që e përmendët të ujësillësit, që ata të kushton diku rreth 60.000 euro, do të jetë zgjidhje vetëm për banorët e Melenicës, sepse i dim që në atë pjesë edhe fshatrat përreth një numër i tyre e kanë problemin e furnizimit me ujë. Atje siç u cek edhe më herët, çështja e një sigurimi të ujësillësit afatgjatë është një problem pak më i madh. Se dihet se Trepça, domethënë shpurjet e minierës së Trepçës kanë bërë që të lëviz uji, edhe nëse ti e siguron një burim, atëherë domethënë qëndrueshmëria e tina nuk mund të thonë që ka një afat. Po banorët e përmendën se ka të pika më të larta, të cilat mund të bëhet dhe me rami të lirë më pas të mos ketë lëvizje të këtij uji. Po, në njëjtën formë kena investuar domethënë edhe në shtrirjen e rrjetit të ujësillësit edhe në Vllahi, ku praktikisht është siguruar një burim, është ndërtuar një rezervuar dhe si fazë e dytë tash në vitin 2016 pritet shtrirja e rrjetit ku prej rezervuarit do të furnizohen gjithë fshati me ujë. Po mirë, për këtë vit, për vitin sa kemi hyrë në vitin 2016 për fshatin Melenicë, do thotë konsideroni që është një shpenzim i madh dhe nuk keni buxhet, apo do të bëhet ndonjë zgjidhje për këta banorë? Meqense njëri nga banorët e tha se ka pas edhe biseda të vazhdueshme me komunën dhe është thënë se në vitin 2016 do të bëhet diçka. Në vitin 2016 Komuna e Mitrovicës praktikisht kanë dorë një vlerë prej 100.000 euro për intervenime në visë rurale. Është këtë i veçantë për visë rurale, është një vlerë dikon prej 100.000 euro dhe do ta shohim se sa mundëm e siguru burimin e furnizimit me ujë. Çështja e rrugës, se u cek edhe një rrugë ato. Po, edhe rrugët do të brenda fshatit, përveç rrugës kryesore që është në gjendje të mirë. Praktikisht ekzistojnë 3 rrugica nëpër 3 lagje të ndryshme. Prafërsisht kanë një metër gjatësi prej 3 kilometrav. Komuna e Mitrovicës ka dorë një vlerë, domethënë prej 100.000 euro për ndërtimin e rrugës, si dhe për çështjet e ujësillësit ose kanalizimit, se çka është e nevojshme. Për banorët e Melenicës, apo? Për banorët praktikisht për banorët e shalës Bajgorës. Pos asaj ne do të procedojmë kërkesën e banorëve të ndonjë donator i mbrëmshëm ose institucional i mbrëmshëm ose të një donator i jashtëm, në mënyrë që aty në të sigurohet një ujësillës afatgjatë. E dini afërsisht se do të bëhet kjo gjatë këtij viti, apo varet në qoftë se do të sigurohet edhe ndonjë donator? Meqense në qoftë se flasim për rrugë, banorët disa herë potencuan që i kanë problem edhe rrugët lokale, por problem kryesor i tyre mbetet uji. Ndoshta intervenimi apo investimi në këtë vend do të ishte shumë më i mirë, më i përshtatshëm me ujë në qoftë se bëhet për këta banorë. Kjo është spaku kërkesa e tyre. Po, më herët ceka që komuna i ka dorë, domethënë 100.000 euro për investime në këto pjesë. Do të shikohen prioritetet. Por jam pjesë më të mëdha dhe 100.000 euro nuk e di sa. E kam parasysh që është prioritet, është nevojë elementare sigurimi i ujit për ato pjesë të shalës.
njëjtën formë kena investu prioritetet janë caktuar në bazë nevojës, njëjtën kohë kena investu edhe në Kaçanoll, që është domethënë fshat edhe më i largët edhe më i thellë se sa Melenica. Njashtu edhe në fshatin Rashan, ku domethënë vetë si vjet në vitin 2015 praktikisht është investu një vlerë prej 230.000 euro, i cili ka qenë praktikisht i njëjtën formë ka qenë rruga sikur Melenica, ndoshta edhe më pa të i kalueshme, ku është i koncentruar një numër i banorëve prej 400 banorëve, domethënë është e njëjtë prafërsisht sikur se Melenica. Çdo investim që bëhet në fshatra ndryshme i lirohet hapësira për vite të ardhshme fshatra tjera. Po, dhe në Melenicë tregoni se keni investu do të më herët dhe nuk e di nëse keni buxhet. Melenicë praktikisht na kena investu thash në bazë nevoja, janë caktuar edhe prioritetet. Po, ka qenë prioritet rruga, fillimisht. Kena investu domethënë në Kaçanoll, se ka qenë shumë e nevojshme në vitin 2014, në vitin 2015 është investuar në Rashan, ndërsa në vitin 2016 është janë ndarë mjetet që të investohet në Melenicë dhe në pjesë tjera se ku ka nevojë praktikisht. Do të buxheti është i ndarë për Melenicën. Po, është i ndarë për pjesën e shalës praktikisht, që mund të shfrytëzohet për Melenicën. Mirë, ka dhe reshit Borës, po e shfrytëzojmë pra rastin, pak bisedojmë edhe për këtë, shalë Bajgorës aq më shumë, ndonë se në ditën kur ne ishim në vizit para 3 ditësh ende s'patën filluar reshit e Borës, por në shalë po. Jeni të informuar se si është gjendja atje, rrugët janë kalueshme? Po, territori Mitrovicës, domethënë Mitrovica karakterizohet me një territor pak më të gjanë me fshatra të thella, siç është shala e Bajgorës. Komuna Mitrovicës ka të kontraktuar kompaninë Uniteti si dhe nën kontraktor të ndryshëm nga Uniteti për largimin e Borës në pjesë të ndryshme të qytetit si dhe në vise rurale, pra të shala e Bajgorës. Gjatë kësaj kohe sa ka fillu Bora, gjitha rrugët atje janë pastruar nga kompania Uniteti dhe nuk ka të lashe domethënë në pastrimin e rrugës, edhe pse atje edhe në qofë se nalet treshrat e Borës, atje era e bënd domethënë të veten dhe i mbush rrugët me borë. Mirë pa atje është 24 orë kujdestaria, ku komuna e ka ofru dhe në gjdo kohë jenë rrugët e qela në shalë Bajgorës. Po, ndërsa atje më e nevojshme, i kemi dhe pamit të ty ku shenë banorët ku përmes automjeteve të ndryshme shkojnë dhe marrin ujë, e sikur t'jenë edhe rrugët e bllokuara, atëherë kjo do t'u avështirësonte edhe më shumë jetën banorëve të kësaj ane. Por rrugë ka kujdesari, ku 24 orë rruga në gjitha pjesë të shalës është e qarkullueshme. Mirë, drejtor, edhe një pyetje të fundit, cilat janë projektet, e dim se keni ardhë vonë të thotë në këtë drejtori, cilat janë projektet të cilat i keni paraparti realizoni për vitin 2016, ku janë ndarë mjetet për komunën e Mitrovicës, disa prej tyre në qofseve që kujtohen, sepse e dim se do të spaku t'jenë disa më tepër. Po, Komuna Mitrovicës praktikisht e ka një buxhet shumë të limituar. Vlera e buxhetit Komunës Mitrovicës për investime kapitale ka një vlerë dykon rreth 1.300.000 euro, ku pjesa e madhe, domethënë, është i ndomë në 50% është i siguruar nga granti qeveritar, si dhe 50% nga të hyrat vetanake. Ne dim se Komuna Mitrovicës përgjithsisht ka të lashe ka të lashe financiare, çështja e popullatës sociale-ekonomike, ku është shumë e vështirë edhe të inkasohen të hyrat prej qytetarëve. Nuk është sikur një komunë e Prishtinës, po supozoj që në momentet fundit, në fund vitit, i shkojnë në suficit dikon 30 milion, 35 milion. Komunës Mitrovicës nuk i dështon asnjë projekt, edhe pse ka buxhetin ekstrem të limituar. Ka një buxhet rreth 1.300.000 euro. Kështu, përgjithsisht buxheti është i ndomë në sigurimin e çështjeve elementare, siç janë rruga, ujësillësi, kanalizimet ndryshme. Për vitin 2016, Komuna e Mitrovicës ka ndarë një vlerë prej 200.000 euro rreth shtrimit të rrugëve apo të rrugicave me kupëzat betonit, 100.000 euro janë ndarë për intervenime në vise rurale, siç është rasti i Melenicës, që dhe pjesë tjera projektet ndryshme të cilat i ka që do t'i realizonim. Mirë, suksese në punë, urojmë të keni një vit të mbartë suksesshëm dhe t'i kryeni këto obligime, këto punë që i bëni për banorët e Mitrovicës. Faleminderit që ishit në emision. Faleminderit për ftesën.